ky mesazh nuk ishte për të shpërndar. Por 3 shenja duhet ta dëgjojnë tani. Nëse po e dëgjon këtë video tani, atëherë nuk është rastësi. Ka një arsye pse universi të ka sjell pikërisht këtu, në këtë moment. Disa mesazhe nuk janë krijuar për të shpërndar gjerësisht, por për të dëgjuar nga ata që kanë nevojë të marrin një sinjal të qartë. Energjia e ditëve të fundit ka ndryshuar drejtim dhe 3 shenja janë në pikën ku duhet të marrin vendimin e madh. Ky mesazh është i fortë, i drejtë për drejtë dhe prek zonat që shumë përpiqen t'i shmangin. Nëse ndjen një dridhje të lehtë të brendshme, atëherë ky sinjal është për ty. Akrepi, duke hyrë në këtë fazë të re energjie, ti ndodhesh përballë një momenti ku e vërteta nuk mund të shtyhet më. Energjitë e brendshme po lëvizin me forcë dhe universi të kërkon të shohësh qartë atë që ke shmangur. Mund të bëhet fjalë për një marrëdhënie që ka humbur drejtimin, për një projekt që nuk të jep më asgjë, ose për një vendim që pret prej muajsh. Intuita jote është e jashtëzakonshme tani dhe çdo ndjesi që të vjen sot është një sinjal i pastër që nuk duhet neglizhuar. Në punë mund të zbulosh një të vërtetë që të ndihmon të marrësh pozicionin që të përket. Në dashuri, dikush mund të zbulojë ndjenja të thella ose të largohet nga një lidhje e pashëndetshme. Financiarisht, duket një mundësi e re që kërkon guxim të pastër. Ky mesazh është shkruar për ty sepse je në një prag transformimi. Universi të thotë, mbyll derën e vjetër pa frikë, sepse ajo e re po troket me forcë. Luani, energjia që po të rrethon tani është më e fortë se zakonisht, duke të shtyrë drejt një ndriçimi të brendshëm që s'e kishe përjetuar prej kohësh. Mund të kesh ndier presion, lodhje ose mungesë motivimi kohët e fundit, por kjo ka ndodhur sepse universi ka pritur momentin e duhur që të zgjojë fuqinë tënde të vërtetë. Ky mesazh nuk ishte për të shpërndar, por për të dëgjuar nga ata që janë gati të ecin përpara, dhe ti je një prej tyre. Në punë mund të marrësh një ofertë, njohje apo mundësi që të nxjerrë në skenën kryesore. Në dashuri, dikush mund të hapet papritur ose mund të tregojë besimin që ke kërkuar. Financiarisht, pritet një rritje që vjen nga një vendim i guximshëm. Energjikisht, ti po rilind në një version më të fuqishëm të vetes. Ky është momenti kur nuk duhet të dyshosh më në talentin, forcën apo vlerën tënde. Universi të thotë, shiko përpara, sepse je gati për hapin e madh. Gaforja, ka një arsye të thellë pse po e dëgjon këtë mesazh tani. Energjia që të rrethon ka filluar të lëviz qetësisht, duke të shtyrë drejt një hapjeje emocionale që nuk mund ta shmangësh më. Ti ke mbajtur brenda shumë ndjenja, shumë mendime dhe shumë frikëra që nuk i ke shprehur. Universi tani të thotë se koha e heshtjes ka mbaruar. Në punë mund të hapet një mundësi që kërkon të dalësh nga zona e komfortit, por të jep stabilitet afatgjallë. Në dashuri, dikush mund të rikthehet ose të kërkojë qartësi, duke të vendosur përballë një zgjedhjeje të rëndësishme. Financiarisht, një ndryshim pozitiv mund të vijë nga një burim që nuk e kishe menduar. Emocionalisht, ti je në një pikë ku duhet të lejosh shërimin dhe të lësh pas barat e vjetra. Ky mesazh nuk ishte i destinuar për gjithë botën, por për ata që kanë zemrën gati të transformohen. Universi të nxit, beson ndjesinë që të shtyn drejt kapitullit të ri. Nëse këto fjalë të preken, atëherë ky mesazh ishte i shkruar për ty. Shkruaj në komente. E marr këtë mesazh dhe shenjën tënde. Bëj like për të aktivizuar energjinë. Abonohu që të mos humbasësh paralajmërimet e tjera. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë sinjal. Universi gjithmonë flet. Por sot, ai foli për ty.